Alba Story prezanton. Jam një burr 50 vjeç dhe historia që po t'rregoj nuk është një nga ato gjërat që ndodhin brenda një dite. Është diçka që ka nisur kur unë isha shumë më i ri, por edhe ajo po ashtu. Bëhet fjalë për nusën e djalit të dajës sem. Ajo sot është 41 vjeçe. Shumë vite më parë, kur ajo nuk ishte ende e martuar, ne njiheshim nga rrethi i shoqërisë në qytet. Unë isha 29 vjeç, ndërsa ajo sapo i kishte kaluar të 20-tat. Kishim një pëlqim të madh për njëri tjetrin. Më kujtohet si tani në verë, kur ishim në një fest, e ne të dy u shkëputem nga të tjerët. Ecëm në një rrugicë pas lokalit dhe aty, pa i thënë asgjë, unë e tërhoqa nga vetja dhe u puthem. Ishte një puthje e gjatë, ishte një puthje e vërtet, nga ato që të lënë shenjë në zemër për gjithmonë. Ama në atë moshë, gjërat nuk shkojnë gjithmonë siç i mendon. Unë nisa jashtë shtetit për punë, e ajo vazhdoi studimet dhe lidhja jonë u ndërpre përpara se të niste vërtet. E ne nuk u lidhem zyrtarisht asnjëherë. Djali i dajës sim u martua pikërisht me te. E kur u ktheva pas disa vitesh, pasi ata ishin fejuar dhe martuar, e kur shkova unë e pash për herë të parë, ndjeva një shtrëngim të çuditshëm. Nuk fola asgjë, e nuk i thash askujt asgjë për atë që kishte ndodhur mes nesh. E mbajta vetëm për vete. Në fillim e shmangja shtëpinë e tyre. Shkoja vetëm për raste të mëdha. I uroja, e pija një kafe dhe ikja. Djali i dajës punon me transport. Ka një furgon të madh dhe bën rrugë të gjata jashtë qytetit. Ajo shpeshherë mbetet e vetme në atë shtëpi të madhe. E para rreth 6 muajsh, djali i dajës, kur lëndoi pak gjurin, më kërkoi mua ta ndihmoja për disa ditë me blerje të shtëpisë, me qenë se ai nuk lëvizte dot, e unë më desh që të shkoja aty çdo pasdite. Aty fillova të rria me gjatë. Djali i dajës flinte shumë, ndërsa unë dhe ajo uleshim në sallon. Ne kishim filluar të flisnim për shumë gjëra, por e kuptoja që asgjë nuk ishte harruar. Mënyra e njëjtë se si me drejtohej dhe toni i saj i ulët i zërit kur ishim vetëm, e ankesa që bënte ajo për martesën e saj, me treguan që ajo ishte e njëjta dhe donte akoma praninë time e t'i jepja vëmendje. Tani ka lënduar gjurin, me tha ajo, por kur është në këmbë çfarë bën? Gjithë ditën sillet e pështillet me atë furgonin e tij. Shtëpinë ka vetëm si hotel për të ndërruar rrobat, me tha ajo, e unë s'dija ç'ti thoja. Po ti i thash, çfarë bën e vetë me gjithë ditën? Unë tha jam akoma duke pritur që ai të ndryshoj, të merret me një punë tjetër, e të qëndroj pak me mua, sepse nuk e kam si ta shtyje e vetme. Rri kështu sepse kam pritur që gjërat të ndryshojnë, por disa njerëz se kanë tërmend të ndryshojnë asnjëherë. Disa gjëra i lë të ikin nga duart, e pastaj pendohet gjithë jetën, e kështu edhe ky djali i dajës do pendohet kur unë do t'i iki, më tha ajo. E ndërsa unë, me erdhen të gjitha këto informacione nga ajo shpejt e shpejt, sa që nuk mund t'i konceptoja dot, dhe kisha mbetur
si i hutuar. Unë duke menduar që gjithçka shkonte mirë mes tyre, e kur e kuptova që ajo kishte akoma atë pëlqimin për mua, e kur filloj me ankesat e saja për burrin e vet, atëherë isha bllokuar edhe unë totalisht. E nuk dija as nga t'ja filloja, e as nga të mbaroja atë që po bisedonim. Por në anën tjetër kjo fjali ishte një goditje e drejt për të shkuarën tonë. Atë natë aq habime erdhi, sa që nuk ju përgjigja asgjë, por të nesërmen shkova përsëri aty, edhe pse djali i dajes ishte bërë me mirë. Por kur ai u kthye në punë plotësisht, e filloi sërish rrugët e gjata, ne tashmë, unë dhe gruaja e tij, e kishim krijuar atë afërsinë që kishim patur dikur, por ama akoma jo sa për një puthje. Njëherë kam shkuar t'i rregulloj një rubinet, e njëherë tjetër kam shkuar të marr disa letra që më tha djali i dajes. Por e vërteta ishte se ne të dy po prisnim me padurim që ai të mos ishte aty, e të mos ishte as edhe një njeri tjetër, sepse ndaj gjyshi im, edhe pse ishte plakur shumë, e rrinte në një qoshe, unë nuk mund të bëja atë çfarë doja, e nuk mund të flisnim edhe aq lirshëm. Por ditë pas dite, ne filluam që të takoheshim edhe fshehtas, jo në ndonjë vend të fshehtë, në shtëpinë e tyre, ama kur djali i dajes nuk ishte në shtëpi, dhe as që e merrte vesh që kisha shkuar unë, por ne thjesht bisedonim. Gjërat e vërteta arritën deri në atë moment, sa që ajo, sa po burri i saj nisej, me dërgonte një mesazh ku më thoshte ta kam bërë kafen gati, e ky ishte kodi i jonë. E gjatë këtyre takimeve, flirtimet u bën gjithnjë më të hapura. Unë fillova të flisja për bukurinë e saj, e për faktin që vitet nuk e kishin ndryshuar as pak, dhe i kujtoja her pas here atë natë të rinison, e ajo shijon të çdo fjalë, sikur i kthehej në kohë dhe i pëlqente biseda ime. Ulej gjithmonë afër meje në divan, e ndërsa me kalimin e kohës, bisedat tona filluan të bëheshin plot ngacmime. Filluam të flisnim për të ardhmen tonë, për atë që mund të kishim qenë, e për jetën e humbur dhe për faktin që tani fati na kishte sjell përsëri në të njëjtën dhomë. Ama të njëjtën që kaloi ishte dita kur gjërat ndryshuan formë plotësisht, e ndodhi ajo që prisnim që të dy, por edhe ajo që prisni edhe jo të dëgjoni. Djali i dajes kishte marrë një rrugë të gjatë për në veri, e na tregoi që do të kthehej deri te premten e darkë. Të njëjtën pasdite, rreth orës 6, unë shkova tek shtëpia e tyre, e ajo e hapi derën dhe ishte e gëzuar. Kishte veshur një fustan të zi, e të shkurtër deri mbi gjuhë, por që i rrinte shumë mirë, e i rrinte pas trupit. Shtëpia ishte e heshtur, e dritat e sallonit ishin të zbehta, pasi dielli po perëndonte, e ndërsa ndaj gjyshi ishte në gjomë. Unë ula çelësat e makinës mbi komodin, e shkova me një herë tek salloni. Asaj nuk i pritej, e nuk më ofroi as kafe si herët e tjera. Ul në divan, e unë u ula përballë saj, dhe ajo filloi të më fliste. Sa po fola me të, me tha ajo, kanë ngesur në trafekat e lartë. E kuptova që e kishte fjalën për burrin e saj, e fillova unë të ngasmoja. Domethënë, pas ke filluar që t'ja ndjesh mungesen, i thash asaj, e ndërsa ajo filloi të qeshte. Ti e di që as nuk më shkon mendja fare për te kur ai nuk është këtu, më tha ajo. E fjalët e saja ishin ftesë hapur. E pash që ajo nuk ishte ndërmend të fshihej më pas bisedave, dhe
as pas ankesave. Çfarë po mendoje, i thashon. Po mendoja për faktin që u bën muaj që ti vjen këto, flasim, pim kafe, e kujtojmë gjithmonë të shkuaren, e me duket vetja, si kur jemi kthyer prap 20 vjeç, por asnjëri nuk e merr guximin të bëj atë që bëm atë natë. Unë ngrita nga kultuku, e kapa me ty dyja duart në faqet e saja, e fillova t'i puthja buzët. E puthja me shumë mall. Po puthja herë në buzë e herë tek fyti, e ndërsa ajo, me duart e saja, filloi të më lodhatonte. Ja vendosa duart poshtë kraheve dhe ngrita pak, e ajo u hodh hopa në krahet e mi, e me mbështolli edhe me këmbët e saja. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.